të ri të kësaj force politike, si e shihni këtë proces brenda kësaj force politike, është gjë më e mirë që mund të ndodhë Partisë Demokratike në këtë moment? Partisë Demokratike nuk është gjë e mirë ajo që po ndodh, sepse do të kishte elemente të tjera për ta konsideruar si një ngjarje të mirë. Këto nuk janë zgjedhje, sepse për një arsye mënyra se si është orientuar leadershipi i Partisë Demokratike dhe për pothuajse pamundësinë për të pasur kandidat rival dhe në rastin konkret edhe Saliani që kërkonte që të ishte përballë Berishës. Unë mendoj që këto zgjedhje do thojë që në fakt nuk janë zgjedhje, do shërbejnë thjesht për të rikonfirmuar leadershipin e Berishës brenda Partisë Demokratike dhe për të larguar çdo lloj alibie, qoftë edhe për nenin e famshëm të Pashës. Nuk janë zgjedhje, thoni ju? Po s'ka zgjedhje, sepse nëse s'ka kundërshtar, Berisha është i fortë brenda partisë, çfarë janë zgjedhje? Ato quhen rikonfirmim. Dakor, është gjë më e mirë meqense jemi këtu rikonfirmimi i zotit Berisha në krye të kësaj force politike? Është gjë më e mirë për Berishën dhe për establishmentin aktual të Partisë Demokratike që ka qëllim të vetëm ruajtjen e status quo, por nuk është një gjë e mirë për të ardhmen e Partisë Demokratike dhe për faktin që ajo duhet të jetë alternativë qeverisëse. Pse e sheh kështu? Sepse një parti e cila është e blinduar, nuk ka një proces hapje, nuk ka një model të ri të bërit politik, nuk ka një dialektik të re, nuk ka një qasje të re në raport me shumicën dhe në raport me qytetarët, unë mendoj që janë elemente domosdoshme për ta konsideruar një grup mirë që vetëm duke marrë në konsiderat aspektin kohor që Berisha pas 35 vitesh si lider i padiskutueshëm i opozitës dhe i Partisë Demokratike do të rikonfirmohet përsëri në atë lloj pozicioni. Kanë ndodhur shumë ngjarje, kanë kaluar shumë breza dhe persona që kanë lindur në vitet 90, të cilët tashmë kanë krijuar dhe familjet e tyre, nuk e di nëse do ta konsiderojnë përsëri Berishën si alternativë të vetme për të sjellë Partinë Demokratike dhe opozitën në pushtet. Ndërkohë, kjo forcë politike do të thrasë edhe kuvendin kombëtar në datën 30 maj. Kështu që brenda këtij kuvendi do të diskutohen shumë çështje, adresimi çështjeve politike është në fokus kryesor, po pikëkyçe është përcaktimi i vijës së aksionit opozitar. Deri më tani, meqense jemi këtu dhe në datën 8 maj është protesta e radhës e Partisë Demokratike. Unë kam bërë këtë pyetje edhe për eksponent të kësaj force politike. Sheh diçka të ezauruar në protestat e Partisë Demokratike referuar aksionit të fundit të policisë së shtetit, ku protesta nisi dhe përfundoi shumë shpejt sepse pati një qëndrim ndryshe këtë herë të forcave të policisë në raport me protestuesit. Por nëse nuk do kishte një qendrim, do të bëjmë një pyetje tjetër. Nëse nuk do kishte një qendrim tjetër, çfarë do të bënte Partia Demokratike me protestën? Nëse do të kishte një qendrim tjetër të Partisë Demokratike, po thua? Jo, të policisë këtë rast, që ju aludoni për policinë. Nëse policia do ishte më tolerante, çfarë qëllimi final do kishte përmes protestës Partia Demokratike? Jo, nuk është këtë çështje. Çështja është se çfarë strategjie do të mund të ndërmarrë nesër Partia Demokratike për të sjellë diçka ndryshe, sepse duket se s'po funksionojnë protestat që kanë nisur të bëjnë së fundmi me aksionin e fundit të policisë. Partia Demokratike nuk funksionojnë protestat sepse Partia Demokratike ka probleme serioze të brendshme, ka një problem serioz lidhje me organizimin e saj dhe me territorin dhe ka një problem të madh sepse leadershipi i Partisë Demokratike është shumë larg nevojave dhe standardeve që kanë shqiptarët sot për demokratët, të cilët marrën për 13 vitesh të jenë në pozitë. Për këtë arsye, Partia Demokratike përmes këtyre protestave nuk është se ka në vetvete dhe ata besoj e din, nuk është se ka iluzionin që mund krijojnë përbërëse të mëdha politike, por janë të gjitha tentativa për të mbajtur si faktor politik të konsiderueshëm dhe të padiskutueshëm Partinë Demokratike, të konsiderueshëm në raport me Edi Ramën si e vetmja opozitë dhe të padiskutueshme në raport me demokratët dhe me partitë ose me mundësitë të tjera me formacionet e reja politike në krahun e djathtë. Por që janë protestat të cilat në vetvete besoj që po t'i pyesësh privatisht drejtuesit të Partisë Demokratike dhe ata do t'japin një përgjigje që përveç se fakti që dalin për protestuar, që në fakti quhet manifestime politike, nuk është se
mund sjellin përmbysje të mëdha. Përmbysjet e mëdha janë gjithmonë ato që lindin nga ngjarje dhe në forma spontane dhe kanë kauza konkrete. Dakord. Zoti Daci, besoj e keni ndjekur procesin gjyqësor të zotit Meta që solli një impakt shumë të gjerë në mënyrën se